Dhe unë do doja që sot ta shfrytëzoja këtë minutë që kam tash në këtë dispozicion, që t'u them qytetarëve një lajm që ata nuk e din. E din shumë pak. Para 2 muajsh në KQZ, për shkak të një lufte 4 vjeçare që kemi bërë unë dhe shumë aktivistë tjerë në kuadër dhe të Aleancës Konservatore, arritëm që të hiqet nga fleta e votimit një kod i fshehur. Një kod i fshehur që ishte numri rëndor i çdo flete. Që çdo patronazhist me një pajisje fare thjesht nga ato dyqaneve që bëjnë skanimin, mund zbulonte po të lidhte rrjetin e pajisjeve të identifikimit elektronik me fletën e votimit në skan, me këtë kodin që e kapte kjo, gjende se për kë ke votuar ti. Sot është krejtësisht e pamundur sepse mungon gjurma. Dhe dikur e hoqëm as i fitoi Trumpi, u kryeua një presion nëse më fillim shkurtit, që këta ishin gjithë tensionuar dhe kur na kanë parë ne që shkuam sallë për ta kërkuar këtë gjë fort, vonuan mbledhjen gjyqësore. Dhe pasi e vonuan, dolën aty thanë, e hoqëm dhe e bën me vendim. Pra ata nuk kanë mundësi të lexojnë votën.